Zoti Prenga, mendoni që Izraeli ka kapacitetet për të arritur deri tek Khamenei, për ta goditur? Nëse dëshiron, por nuk besoj se është ky objektivi. Ai në deklaratën e djeshme të Netanyahu që doli, i bëri thirrje edhe popullit iranian të bashkohen rreth flamurit të tyre. Ata deklarojnë që ne kemi qenë dhe ne nuk kemi kundra popullit iranian, po të marrin fatet e veta në dorë dhe të bashkohen rreth flamurit e të ndërtojnë demokracinë në vendin e tyre. Jam i bindur që edhe strukturat e tjera, përfshirë dhe ata që opozita iraniane që është në Shqipëri, por dhe të tjerë struktura politike që janë brenda Iranit, ky është një moment i artë që ata mund dhe duhet ta shfrytëzojnë për të rrëzuar këtë lloj sistemi qeverisës në Iran. Zoti Prenga, si mund shpjegohet që kemi 7 milion izraelit aty, 400 milion musliman këtej, ndërkohë që bëjnë zape dhe Amerikën? Izraeli me teknologjinë, me bazën ekonomike që ka, por mbi gjitha me mbështetjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës, ka qenë, është dhe do të mbetet një nga shtetet më të fuqishme, më moderne, që do të arrijë të godas për të mbijetuar. Pra këtu, në qoftë se Irani çdo ditë, siç e theksova pak më parë, që Irani strukturat e drejtimit të Iranit, jo qytetarët dhe popullsia e Iranit, gdhihen në mëngjes dhe thonë do të zhdukim Izraelin nga harta e botës, detyrimisht që palës tjetër kundërshtare siç është Izraeli, i lind për detyrë që të mbijetojë dhe mbijetesa sigurohet nëpërmjet asaj që ne ushtarakisht e quajmë mbrojtja më e mirë është sulmi. Zoti Prenga, po Turqia në këtë mes, Erdogani, si e lexoni, nuk ka pasur reagime, ndërkohë që më parë ka qenë i ashpër me Izraelin? E rrezikon një zgjerim konflikti Turqin? Apo u kënaq me Sirinë dhe... Nuk besoj, ju e thatë fiks në atë fjalën më morët nga mendimi im tamam, siç do doja ta shpjegoja pak më tutje. Mendoj që ai e ka vlerësuar situatën dhe nuk që e pa vend kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja besuan Turqisë Sirinë. Dhe kjo besoj se është më se mjaftueshme për Turqinë, mori atë çfarë ajo deshte dhe nuk ka pse tash të ketë reagim të ashpër. Do ketë një reagim natyrisht protokollar për të përcaktuar dhe për të dënuar goditjet që bën Izraeli, por jam i bindur që për sa kohë ai e ka bërë dhe ka qëndruar thjesht në kuadrin e deklaratave me sulmet që janë organizuar nga Izraeli në Palestinë, duke mos pyetur për asnjë lloj konvente ndërkombëtare dhe për asnjë lloj ligji ndërkombëtar, jo vetëm me strukturat e Hamasit dhe Hezbollahve e Houthit, por edhe duke përfshirë e duke arritur të godas edhe në qendrat e grumbullimit të refugjatëve ku merrin ushqimin, do të thotë që Turqia dhe presidenti i saj Erdogan ka rënë në ujdi për të realizuar këtë skenar. Po ne si prekemi nga ky konflikt në mënyrë direkte apo indirekte? Ne prekemi në mënyrë indirekte, jo se jemi edhe direkt jashtë rrezës së veprimit, po që se duan të përdorin gjithë kapacitetin dhe arsenalin e tyre luftarak, sepse ne jemi brenda rrezës së mundshme të raketave me largëhedhje të madhe që mund të kapemi, por nuk besoj se do marr që do të thotë kjo, më shpjegoni dot më thjesht, pra cilat raketa mund na prekin ne? Raketat që kanë largëhedhje deri në 2000-3000 kilometra, ne jemi brenda rrezës së veprimit. Pra nëse do përdoren nga Irani. Po, nëse Irani do të destabilizojë në përgjithësi dhe ta përdorë këtë lloj strategjie, ai mund të godasë të gjitha vendet që janë brenda kësaj rrezie veprimi. Dhe ne jemi brenda 2000 metër. Po, ne jemi brenda saj. Kështu që mund ta bëjnë një gjë të tillë, por nuk besoj e para, pavarësisht se ne jemi brenda aleancës së Atlantikut Veriut dhe ne nuk kemi asnjë lloj kapaciteti për të siguruar një mbrojtje të tillë e për të përballur me sulme të tilla, sepse niveli i strukturave të forcave armatosore që janë
ato të veprimit vijës parë dhe modernizimi i forcat armatose akoma nuk ka arritur në këtë nivel që ne të mund t'i bëjmë ballë. Edhe Izraeli vetë, edhe vendet e tjera, kudo që janë, edhe Ukraina që ka 3 vjet qartë luftë 39 muaj me Rusin, i ka bërë ballë aq sa ka mundur, thjesht vetëm nëpërmjet mbrojtjes kundërajrore të marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.